nga e kaluara e dim, po flas prej asaj që na ka ndodhur në histori. A disa sa përqen luftojmë na? 0.8 deri 1%. Qa që kemi ka në luftë? Pjesa tjetër në pace? Pjesa tjetër ikun. Qa që e kemi kallëzu në vitin 1999. Dhe në pace? Në pace, kur dalim aratisim, praktisin e zëvendësojmë heroizëm tu. Po, tanaj bëmi heroj. Kur të kthehemi edhe mytëm të isha ata që kanë luftu, se na vjej nati që nas jemi kanë pjesës që asaj historie, e mundohemi edhe qatë pjesë të historisë me ullë sa ma shumë. Mos me qenë ashtu nuk dalin vetë këta të Beogradit me thonën që kemi plot njerëz që në animojnë për Hagën. Po, e kanë thënë. Po edhe një detaj që për mua është fort tragjik edhe pse njerëzit më marrin na kështu çish është bre mundur, në cilin shtet normal ndodh me dal njeri në televizor. Në televizor me dal, me gojë edhe me figurë edhe me zonë. E me gojt vetë që i thojnë populli e ka boj spat që kam ledhë dhe ka shu dokumente në Hagë. Edhe te ke bon ministër të jashtme. Sa dhe bon ministër e drejtësisë. Në cilin shtet ndodhë kjo? Në Kosovë? Po që në Kosovë, pra. Edhe aplaudoj njerëzit. Në cilin shtet ndodhë që njerëzit të cilët e kanë bë luftën, e kanë bë paqen, e kanë ndërtu shtetin, edhe në fund vetë sakrifikohen me shku, me përfundu procesin edhe i dalin 300 dëshmitar shqiptar për ta e 60 për Miloševićin. Kjo na kthen te ajo përqindja po pra. Te arratisja e po lirisë. Për ata po them one, ne jemi popull që themi kemi luftuar, më kanë luftuar 1%. Nëse dikush i ka dhënë 20 marka në atë vakt, mundohet me bë sikur që i ka dhënë 200 milion, ja njerëz që kanë dhënë edhe ka 200.000 e 300.000. Ja. Unë një njerëz që edhe janë hin kredi për me dhonë pare. Një njerëz, personalisht një. Unë një njerëz që e kanë shite edhe shpi. Pa diçka interesant. Kur që ata njerëz si kum nitu e përmen? Çfarë bën për Kosovën, po? Po. Do që e përmenin, o s'kanë dhonë hiç, o e kanë bërë me hile. Kur ju ka ardhën kështu paqare, mos më korit. Po në e di mëre sa njeri. Kjo është mjedisi kulturore njerëzve, po. E thone. Tash po du me mohu asgjë në këtë proces, për shkak se në fund të ditës ka qenë një proces cilën e ka vujt krejt popullin. Kam dy çështjet e fundit. E fundit është vimësia asaj temës në fillim, krizës, rezervatit të laboratori krizës. Në marrëdhënie ndërkombëtare, si diplomat, nëse Kosova vijon që ta zvarris zbatimin e detyrimeve që vetë i ka dhënë zoti Kurti në Bruxelles në orë, do të përballet Kosova me një ofertë edhe me të keqe që më nuk do të flasim për Kosovën Atisarit. Rid. A do të vim situatën ku më komunitetit ndërkombëtar nuk ka besueshmëri, nuk ka parashikueshmëri për një Kosovë politike dhe rrjedhimisht do të përballemi me një ultimatum, ndoshta dhe zgjidhje, me një draft, me një ide politike që më nuk do të flasim për Kosovën Atisarit fare. Red, unë me profesion jam historian. Edhe kur i analizoj senet e kam kështu një farmanie ndoshta profesionale që merrem ka pak edhe me të kaluamën. Në këtë rast mas mire e marrim Palestinën bre. A ka qenë marrëveshja e Oslos? A ka qenë marrëveshja më e mira e cila ju ka ofruar Yasser Arafatit? Ish presidenti Arafat. Po. A e vran izraelitët një kryeministër për shkak se e morën si tradhti atë marrëveshje? Po.
Kur shkoi Yasser Arafati në Palestinë, u tërhaq prej marrëveshjes. Se kishte telefonuar Bill Clinton atë kohë, dhe ishte befasuar. Ju, president, bët më të mirën, më mirë se unë për vendin tim, por nuk mund ta... Tasht, Hamasin, a e kanë votu palestinast? Po. Me vot ka fitu. Po. Ku është sot Palestina? Ku është sot Palestina? Nuk po e them me frigu, po thjesht në qoftë se ne kemi strukturë politike në vende cila prek sentimentin nacional edhe funksionon me hurra patriotizëm pa asnjë kështu shlith politik, atëherë krejt predispozitat janë me ardhma e keqe. Na po e shohim që në skenën politike nuk kemi njerëz të mëshëm edhe të dijshëm. Që ata që kanë qenë të mëshëm edhe të dijshëm, o i kanë prej vetë partitë politike, o i kanë marginalizuar, o i kanë lënë anash. Tashti e kemi një strukturë politike që shkojnë me marrë rrogën atë, edhe që aty përfundon. Kështu që unë e kam frikë. I lutem Zotit të mos ndodh, po unë prej frikës po e them, që mund të afsojnë ma keq. Që nëse vjojmë kështu, nuk do të flasim për Kosovën Atisarit. Kosovën e shpallur unë e kam frikë që veç nuk merren me neve, për shkak se në diplomaci janë dy sene të rëndësishme. Ti e din çka po thonë. Po kur se din çka fshihet pas asaj që nuk ta thonë. Kjo është e para. Edhe e dyta, kur t'injorojnë, është ma keq se sa me të marrë me t'i dhënë 3-4 shuplaka. Kur s'mirën me ty hiq, është ma keq se sa me t'ullë në tavolinë edhe, po them figurativisht 3-4 shuplaka, edhe me t'bërtit ka pak. Ma keq është kur s'mirën hiq me ty, se sa... Kjo është situata pozicioni politik Kosovës sot në marrëdhëniet edhe rajonale, edhe ndërkombëtare. Po pra. I dobësuar në raport me atë që kishte. Absolutisht. Po jo, ne jemi në një situatë ku s'mirët kërkosh me neve fatkeqësisht. Apo mirën veç figurativisht. Të lehtësitur figurativisht. Po. Unë i friksohem kësaj situate. Dhe kriza po i kthejnë edhe një herë asaj pyetjes në fillim, sipas perspektivës tuaj analitike nuk shqihet se po shkon drejt fundit. Po pasë drejt trashjes. Jo fatkeqësisht, edhe kam frikë që kjo po bëhet me qëllim. Edhe prap po e them rreth në fund të emisionit. Po i lutem Zotit të mos dalë kjo që po e them. Por të gjitha predispozitat si ka ecë deri tani, po na çojnë me mendu që atë, për shkak se po të kishte pas interes, bisedimet do të ishin përfundu. Pse duhet me prit në fond për me ndodhë diçka.